Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Çmimi i naftës dhe benzinës do të jetë edhe më i shtrenjtë vitin e ardhshëm, pasi do ketë 2 rritje taksash për karburantet, në janar dhe në korrik. Çmimet e karburantëve në Shqipëri në vitin 2026 pritet të rriten, si pasojë e 2 ndryshimeve fiskale të përfshira në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm. Sipas relacionit të projekt buxhetit, qeveria parashikon indeksimin e akcizës me 1.5% që nga viti 2026, si dhe rritjen e taksës së karbonit nga 3 lek për kilogram në 4.5 lek për kilogram, duke filluar nga korriku 2026. Të dyja këto masa do të reflektohen drejt për drejt në çmimin final të naftës dhe benzinës që paguajnë qytetarët si dhe bizneset. Në analizën e të ardhurave për buxhetin 2026, Ministria e Financave thekson se efektet e politikave të mëparshme fiskale do të sjellin rreth 667 milion lek të ardhura shtesë në buxhet. Një pjesë e këtyre të ardhurave lidhen me indeksimin periodik të akcizës sipas ligjit aktual, i cili çdo 2 vjet rrit nivelin e akcizës me 1.5% për të kompensuar efektet e inflacionit. Nga ana tjetër, kalendari i rritjes së taksës së karbonit, një masë e vendosur disa vite më parë për të nxitur politika më të gjelbra dhe për të frenuar ndotjen, do të vijojë të zbatohet në korrik 2026. Vetëm ky ndryshim pritet të sjellë 84 milion lek të ardhura shtesë, prej të cilave 70 milion nga taksa e karbonit dhe 4 milion nga TVSH në import. Në terma praktik, këto ndryshime do të reflektohen në 2 valë rritjesh të çmimeve të karburantëve gjatë vitit 2026. Faza e parë që hyn në fuqi në janar lidhet me rritjen e akcizës me 1.5%, ndërsa faza e dytë që nis në korrik do të sjellë një rritje të mëtejshme si pasojë e shtimit të taksës së karbonit me 1.5 lek për kilogram. Në të dyja rastet, barra fiskale do të përkthehet në një çmim më të lartë për konsumatorin, duke rritur kostot e transportit, të prodhimit dhe të mallrave bazë. Sipas renditjeve ndërkombëtare të publikuara gjatë vitit 2025, Shqipëria renditet ndër vendet me çmimin më të lartë të karburanteve në botë, por me një nivel shumë të ulët të ardhurave për frym. Policia e Lushnjës dhe e Fierit proceduan në gjendje të lirë disa shtetas për vepra të ndryshme penale. Disa shtetas të përfshirë në ngjarje të ndryshme janë proceduar në gjendje të lirë nga Policia e Lushnjës dhe e Fierit. Specialistët për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin K, 21 vjeç, banues në Lushnjë, pasi gjatë kontrolleve fizike ju gjetën doza kokaine dhe kanabisi, të cilat u sekuestruan me cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin NM 50 vjeç dhe RV 36 vjeç, të dy banues në Kolonjë, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë goditur me grushte një shtetas 40 vjeç. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit RSH 55 vjeç dhe ISH 32 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë goditur me grushte një shtetas 46 vjeç, dhe në K 50 vjeç për veprën penale ndërtimi palishëm. Gjithashtu, 2 shtetas kallëzuan PD 72 vjeç se në magazinën e tij në fshatin Varibob janë vjedhur disa vegla pune, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të rastit. Dhe RK se më datën 08/11/2025 ishte larguar nga banesa bashkëshortja e tij, shtetësia NK, po punohet për gjetjen e saj. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprimet të mëtejshme. Banka e Shqipërisë festoi 100 vjetorin e saj. Në konferencën shkencore organizuar për këtë rast, kryeministri Edi Rama e cilësoi institucion model Bankën e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë në 100 vjetorin e krijimit të saj prezantoi monedhën përkujtimore me vlerë 100 lek që nuk do të hidhet në treg 100 vjet Banka e Shqipërisë 1925-2025. Gjithashtu me rastin e 100 vjetorit të krijimit të Bankës Qendrore u zhvillua edhe një konferencë shkencore ku mori pjesë guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko dhe kryeministri Edi Rama. Në fjalën e tij, Seiko përmendi arritjet e Bankës së Shqipërisë gjatë një shekulli. Ai kujtoi edhe vizionarin e rilindasin Sami Frashëri për krijimin e institucioneve të afta që mbrojnë sovranitetin ekonomik dhe theksoi sukseset e Bankës së Shqipërisë në zhvillimin e tregjeve financiare, arritjen e besimit në monedhën vendase dhe përmirësimin e standardeve ekonomike të vendit. Vizioni për krijimin e një banke qendrore u artikulua për herë të parë në vitin 1899 nga rilindasi ynë i madh Sami Frashëri, i cili nënvizoi se sovraniteti i vërtet kërkon institucione të afta për të garantuar pavarësinë ekonomike të vendit.
Këtë ide e përqafoi më vonë dhe e çoi përpara Ismail Qemali, themeluesi i shtetit shqiptar. Përpjekjet fillestare të qeverisë së tij u vijuan nga qeveritë pasuese dhe u kurorëzuan me themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë në vitin 1925, pra 100 vjet përpara. Kjo bankë shërbeu si banka e parë kombëtare e vendit. Ajo krijoi sistemin e parë monetar kombëtar mbi bazën e standardit të arit dhe në vitin 1926 hodhin qarkullim monedhën e parë kombëtare frangunar dhe në fishin e saj lek. Vizioni ynë për të ardhmen është një bankë qendrore moderne, e cila aplikon praktikat më të mira ndërkombëtare, e aftë për të përmbushur misionin e saj, si dhe denjë për të qenë anëtare e sistemit evropian të bankave qendrore. Kryeministri Edi Rama e vlerësoi Bankën e Shqipërisë si një institucion model që përfaqëson standardet që i duhet një vendi për të konsideruar pjesë e botës së zhvilluar dhe për të qenë në një linjë me kërkesat e Bashkimit Evropian. Banka e Shqipërisë është në mos i vetmi ndër shumë të paktit institucione të Republikës sonë që mund të quhet i tillë me plot gojën, institucion. Në atë kuptim dhe me ato standarde që kemi parasysh kur flasim për institucionet që i duhen një vendi dhe që bëjnë që ky vend përmbush kriteret e të qenit një vend në botën e zhvilluar dhe në tryezën e familjes europiane. Nuk është e lehtë të thuhet e njëjta gjë për plot institucionet tjera, të cilat janë me plot gojën në formim e sipër. Mbyllet qendra e numërimit në Mitrovic me vendim të prokurorisë themelore të Mitrovicës pas pretendimeve të mundshme për manipulim me fletbotimet. Qendra e numërimit në komunën e Mitrovicës është mbyllur të martën me vendim të prokurorisë themelore të Mitrovicës, e cila në mesnatë ka urdhëruar ndërprerjen e përkohshme të procesit të numërimit të fletvotimeve. Sipas njoftimit zyrtar, vendimi është marrë pas raportimeve për pretendime të mundshme për manipulim me fletvotime dhe pas konstatimit të disa numrave serik të ndryshëm në to. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se procesi do të mbetet i pezulluar derisa të merret një përgjigje zyrtare nga operatori ekonomik që ka shtypur fletvotimet për të sqaruar nëse bëhet fjalë për gabim teknik apo manipulim të qëllimshëm. Kjo ka ardhur si pasojë e raportimit të parregullsive të paraqitura që kanë rezultuar me ndërprerjen e votimit nga ana e komisionerëve për shkak të numrave serik të ndryshëm në disa fletvotime, ku është aluduar për gabime teknike, e po ashtu ka patur edhe pretendime se kemi të bëjmë me manipulim të qëllimshëm me fletvotimet. Për këto arsye dhe me qëllim të shmangjes së të gjitha dilemave, kjo urdhëres vlen deri në marrjen e një përgjigje zyrtare nga operatori ekonomik që ka shtypur fletvotimet, e ku do të konfirmohet se a kemi të bëjmë me gabim teknik apo me manipulim të fletvotimeve dhe varësisht nga përgjigja e marrë do të procedohet më tutje, thuhet në njoftim. Senati Amerikan ka miratuar ligjin që jep fund mbylljes më të madhe të qeverisë në historinë amerikane. Dje në ditën e 41 të mbylljes më të gjatë të qeverisë, Senati Amerikan votoi 60 me 40 një projekt ligj që mund të japë fund brenda disa ditësh kësaj mbyllje. Pothuajse të gjithë republikanët kanë votuar pro bashkë me 8 demokratë, të cilët janë ndarë nga partia e tyre për të miratuar dokumentin. Marrëveshja parashikon që qeveria të financohet deri në fund të janarit. Tani duhet që dhoma e përfaqësuesve ta miratojë projekt ligjin para se presidenti amerikan Donald Trump ta nënshkruajë atë për të hyrë në fuqi. Marrëveshja u arrit në fundjavë pasi disa demokratë u bashkuan republikanëve dhe nënshkruan një marrëveshje për të kthyer punëtorët federal në punë dhe për rikthimin e shërbimeve më të rëndësishme. Shumë shërbime qeveritare janë pezulluar prej tetorit dhe rreth 1.4 milion punëtor federal janë në shtëpi pa pagesë ose po punojnë pa pagesë. Mbyllja e qeverisë ka ndikuar në shumë shërbime, sidomos në trafikun ajror dhe në ndarjen e ndihmave për 41 milion amerikanë me të ardhura të ulta. Vetëm të hënën, më shumë se 2400 fluturime në Shtetet e Bashkuara janë anuluar, ndërsa mbi 9000 të tjerë janë shtyrë.
Nëse qeveria amerikane do të mbetet e mbyllur për një periudhë më të gjatë, rritja ekonomike mund të marrë drejtim negativ në çerrekun e katërt, sidomos nëse trafiku ajror nuk i kthehet normalitetit. Sipas raportit të Organizatës Meteorologjike Botërore, viti 2025 do të jetë ndër 3 vitet me temperaturat më të larta në histori. Viti 2025, sipas Organizatës Meteorologjike Botërore, pritet të jetë viti i dytë ose i tretë më i nxehtë në historikun e regjistrimeve ndër vitet me temperatura më të larta të shënuar ndonjëherë. Kjo tregon për vazhdimin e tendencave jashtëzakonisht të larta të ngrohjes globale, duke shënuar një tjetër vit me temperatura rekord. Sipas raportit të Organizatës Meteorologjike Botërore, periudha 2015-2025 përfshin secilin prej 11 viteve më të nxehta që nga fillimi i regjistrimeve mbi 176 vjet më parë. Ekspertët shpjegojnë se kjo ngrohje rekord shkaktohet kryesisht nga përqendrimet e gazeve serë dhe nga akumulimi i ngrohjes në oqeane. Akulli në det dhe akullnajat po shkrihen me shpejtësi alarmante, ndërsa ngjarjet ekstreme të motit po shkaktojnë tronditje të thella shoqërore dhe ekonomike. Që nga viti 2015 zgjerimi i sistemit global për paralajmërim për shumë rreziqe është mbi dyfishuar, por rreth 40% e vendeve ende nuk kanë një sistem të tillë. Shërbimet klimatike janë vendimtare për të ruajtur jetë dhe për të mbrojtur ekonomitë nga efektet e rritjes së temperaturave globale. Organizata Meteorologjike Botërore paralajmëron se pa masa efektive për të ulur emetimet e gazeve serë dhe për të përforcuar rezistencën ndaj ndryshimeve klimatike, tendenca e ngrohjes ekstreme globale mund të vazhdojë duke bërë vitet e ardhshme edhe më të nxehta. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.